Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus, vazhdojmë të jemi së bashku miq drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel dhe në këtë momente në studio është bashkuar i ftuar i ditës së sotme Erion Çuni nga Kisha Ujë Gjallë. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku dhe e vlerësoj vërtet shumë që mes largësisë, angazhimeve dhe gjithçka tjetër gjetë kohën dhe mundësinë për të qenë sot pjesë e Radio Emanuel dhe programit Muzik Plus. Faleminderit për mundësinë, në fakt është gjithmonë privilegj edhe gëzim për të ardhur dhe për të folur bashkë për tema të ndryshme dhe zakonisht temat janë me të vërtet të veçanta, jo vetëm se trajtojnë gjëra të veçanta, por në fakt edhe sepse sjellin edhe ndoshta përgjigje tek pyetjet e njerëzve, por edhe për ne si pastor ndonjëherë është mirë që të ndalemi dhe ndoshta diskutojmë me të tjerë përveç se edhe të reflektoni rreth tyre. Sepse patjetër në kish ndoshta është një tjetër strukturë, një tjetër metodë për temat që u zgjidhin për të ndarë me besimtarët tuaj javë pas jave dhe unë mbi të gjitha përpiqem që me të ftuarit, sidomos me pastor, të ndalem edhe tek këto tema që mund të japin përgjigje për gjithë ata njerëz që janë duke na ndjekur, qofshin besimtarë dhe jo besimtarë. Por përpara se të ndalemi tek tema e ditës së sotme, unë do të fokusohem tek lumturia, mbi gjitha tek ajo që Bibla na thot mbi gëzimin, mbi lumturinë dhe gjithçka tjetër, edhe për shkak të ditës së sotme si dita ndërkombëtare e lumturisë. Më trego pak si ke kaluar ti personalisht me familjen tënde, me familjen më të madhe që është Kisha përgjatë kësaj kohe dhe cilat janë shërbesat që keni momentalisht, çfarë është duke ndodhur aty? Po, ne kemi një rrjet kishash që është i shtrirë pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Edhe një nga punët e mia kryesore është mbarvajtja e punës patjetër nga ana logjistike, por edhe nga ana e përkujdesjes pastorale për pastorët e tjerë, për pastorët që kemi. Por si pastori i kishës lokale, në kishën tonë ka qenë duke u zhvilluar edhe një fokus pak më i madh tek gratë në këtë kohë. Ne kemi një numër të madh grash që vinë në kishë, kështu që ne kemi menduar se si mund të jemi duke u shërbyer atyre më mirë. Edhe kemi pasur disa, sidomos gjatë muajit mars, kemi pasur takime të veçanta. Edhe për shkak të ditës së tyre. Po, edhe për shkak të ditës së tyre, por në fakt ajo që është më kryesorja është për shkak të numrit të madh të grave që kemi nëpër kisha. Duket sikur Perëndia ka zgjedhur gratë për të qenë një forcë e jashtëzakonshme e trupit të tij në zonën tonë, por edhe në fakt duhet të thënë në gjithë trupin e kishës në Shqipëri. Edhe ne kemi menduar që për shkak se Perëndia ka zgjedhur ato, atëherë le ti pastorojmë më mirë. Kështu që puna më e madhe, le të themi, ose pesha më e madhe e shërbesës i ka rënë grave të pastorëve, sepse në fakt ato janë në takim të drejt për drejt me gratë çdo ditë. Edhe kemi parë që me të vërtet ka qenë një kohë shumë e mirë, sepse ndërsa ato rriten, ndërsa ato mësojnë më shumë se si të kenë një marrëdhënie më të ngushtë me Perëndin, se si mund të dëgjojnë zërin e Zotit, se si mund të flasin vetë me Perëndin, se si mund ta kuptojnë fjalën e Tij. Ne kemi parë që në fakt edhe kisha fillon edhe rritet më shumë, forcohet më shumë, por gjithashtu është rritur edhe cilësia e dishepullizimit tek fëmijët, sepse nëna e vazhdon punën. Ne mund të bëjmë që janë në kontakt shumë të afërt. Ne mund të bëjmë një punë shumë të mirë atë 1 orë që i kemi në kishë apo 2 orë në javë, sa ata vinë në programet tona, por ama kur nënat janë të forta në besim, edhe fëmijët ecin edhe rriten më të fortë në besim.
Më vjen mirë edhe për këtë punë të madhe që jeni duke bërë, ashtu sikurse ju e prezantuat me gratë në zonën ku ju shërbeni, por e di që përgjatë kësaj kohe merrni dhe momentet veçanta, ndoshta momente reflektimi, meditimi mbi fjalën e Perëndis për sa i përket asaj para përgatitjes shpirtërore që secili prej nesh duhet të bëj përpara Pashkës. Prandaj çfarë jeni duke bërë në këtë aspekt? Po ne do të kemi një takim të veçantë në fakt përpara Pashkës, të cilin ne e bëjmë një herë në 3 ose 4 vjet, varet. Edhe do të kemi një folës të veçantë. Ai është një pastor nga Amerika, i cili Perëndia i ka vendosur në fakt në zemër që të mësoj besimtarët se si mund të luten sipas fjalës së tij. Sepse ndonjëherë neve ulemi dhe lëshojmë atë karikatorin me nevojat tona përpara Perëndis, me breshëri, nuk qëndrojmë të mendojmë se çfarë jemi duke kërkuar. Edhe jo gjithmonë ajo që kërkojmë në fakt është e duhur, edhe Bibla thotë që ju kërkoni dhe s'keni sepse kërkoni keq. Edhe ajo që do të bëjmë në fakt përpara Pashkës është që ne do të ulemi, do të lutemi, do të mësojmë, do të predikojmë se si mund të lutemi duke u bazuar tek shkrimi, tek fjala e Perëndis. Pra që lutjet tona me të vërtet të kenë fuqi, edhe lutjet tona të jenë të duhura. Pra, ndonjëherë si punë e fëmijës, ne fëmijët na kërkojnë gjëra që ne e dimë që nuk janë të shëndetshme. Ose na kërkojnë gjëra që ne e dimë që ndoshta do t'i llastojmë më shumë se sa duhet. Nuk do t'ju shërbejnë. Nuk do t'ju shërbejnë. Pra nuk janë duke i ndërtuar. Dhe ndonjëherë lutjet tona janë të tilla. Dhe ndonjëherë është mirë që njerëzit të kuptojnë se çfarë si mund të luten në mënyrë që të mos kenë zhgënjime në jetë. Unë kam pasur një shok, edhe ai thoshte gjithmonë, po si nuk më dha Zoti 100 milion lekë. Dhe unë i thash një ditë, e dëgjoja shpesh këtë, e thoshte si batutë, e thoshte si shaka. Ndoshta dhe shumë prej nesh e përdorim, por për ditëshmëri. Një ditë e pyeta dhe i thash, dëgjoj, nëse Zoti vërtet do të dëgjonte, do të jepte këto, çfarë do bëje me to? Si do t'i përdori? Si do t'i përdori? Edhe ai filloi, po do blija këtë, po do shkoja këtu, do bëja atë, e thash, po prandaj nuk t'i jep Zoti. Sepse në fakt, nëse ne i themi vetes tonë besimtar, atëherë edhe lutjet tona, edhe dëshirat e zemrës tonë, në fakt më së pari do të drejtohen nga ai dhe jo nga vetja jonë. Sepse jo të pakta janë historitë që ne dëgjojmë online për shembull që njerëzit kanë fituar me miliona lek, por jeta e tyre është shkatërruar, nuk është përmirësuar. Kanë fituar por kanë humbur veten. Pikërisht. Në shumë raste. Dhe të dish se si të kërkosh në mënyrën e duhur, sipas vullnetit të Perëndis, në fakt është një thesar në vetvete, edhe Perëndia thotë nëse kërkoni më së pari mbretërinë time, gjithë të tjera do t'ju jepen si shtesë. Kështu që ne duam që në këtë kohë përpara Pashkës njerëzit të kuptojnë çfarë t'i kërkojnë Zotit. Edhe solle këtë shembull shumë të bukur edhe në lidhje me temën që ne do të trajtojmë më gjatë së bashku. Prandaj si e përkufizon besimi krishterë lumturinë e vërtetë, sidomos në një botë që shpeshherë ndoshta njerëzit e lidhin atë me të pasurit, gjërat materiale, me suksese të ndryshme në aspektin e profesionit, të karrierës. Po unë dua në fakt po kërkoja për disa vargje, por një nga vargjet që gjeta, i cili e përmbledh pak më mirë, ndoshta na jep edhe ne një mundësi për të folur pak më shumë për këtë, është vargu 11 tek Psalmi 16. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Pra, njerëzit e kanë kërkuar lumturinë gjithmonë. Unë nuk di që të ketë një njeri që nuk kërkon lumturinë. Ja, është vërtet. Edhe në fakt ka njerëz që bëjnë gjithçka për të arritur lumturinë. Fokusohen tek karriera, fokusohen tek edukimi, fokusohen tek puna, te familja, te fëmijët, edhe secili vendos një qëllim për jetën e vet që ky do të jetë
qëllimi që dua të arrit, dhe ndërsa e arrit këtë qëllim do të kem arritur ose gjetur duke si destinacion i lumturisë, ëh? Po, lumturia kthehet në një destinacion. Por në fakt ne lexojmë që pavarësisht përpjekjeve të njeriut, asnjëherë nuk e ka arritur, sepse ndërsa arrin ke ky destinacioni që i ka vendosur vetes si qëllim, papritur ndjen nevojën për një destinacion tjetër sepse nuk i mjafton. Vërtet. Kur ishim fëmijë, brezi im nuk ka pasur shumë lodra, por ne shikojmë që zakonisht arrinim, merrnim diçka që e kishim ndërruar 2 ditë, zgjaste lumturia dhe pastaj shikonim për diçka tjetër. Kurse tani tek fëmijët zgjat vetëm 2 minuta. 2 minuta, po. Ky lloj gëzimi. Kanë më shumë. Kjo lloj lumturie. Kanë më shumë gjëra dhe kanë më shumë mundësira. Por thelbi dhe parimi është i njëjtë. Pra asnjëherë me çfarëdo lloj gjëje që ne t'i vendosim vetes tonë si qëllim apo destinacion, nuk do të mund të jemi plotësisht të lumtur, sepse do të kërkojmë diçka tjetër, do të kërkojmë më shumë, edhe do ta vazhdojmë këtë rrugëtimin drejt lumturisë deri ditën kur do të mbyllim syt. Por ne lexojmë në Bibël që kur Perëndia krijoi njeriu, tokën, ai tha çdo gjë është mirë. Edhe kur lexoj Psalmi 16, më kujtohet kjo, sepse i vetmja kohë kur çdo gjë ishte mirë, kur nuk ishte sëmundje, kur nuk ishte vdekje, kur nuk ishte punë me mundim, kur nuk ishte plagje, ishte koha kur Zoti krijoi tokën dhe tha çdo gjë është mirë. Dhe te Psalmi 16 shikojmë këtë, që në praninë e Zotit do të kemi gëzim. Edhe në praninë e Zotit do jetë përsëri çdo gjë mirë. Mirë. Kështu që për këtë kohë, për ne, më së pari le të kërkojmë Perëndim, edhe nëse e gjejmë, atëherë çdo gjë tjetër do të jetë mirë. Sepse në fakt njeriu, pavarësisht se nuk mundet, por ka në dorë që ndërsa qëndron me Perëndin, të vendosi limitin e të mirës së tij. E mira nuk ka fund. Dhe lumturia prandaj nuk arrihet. Por në Perëndin, aty ku çdo gjë ishte mirë, edhe ti, kur qëndron përkrah Zotit, mund të kesh çdo gjë mirë. Dhe mund ta gjesh këtë lumturinë. Sepse në fakt shembulli i jetës së tij na tregoi shumë mirë. Jezusi vet nuk erdhi për veten e vet. Nuk erdhi që t'i bënte qefin vetes vet, por ai erdhi që t'i bënte qefin Perëndis, pra të bënte vullnetin e Perëndis. Edhe duke përpjekur për të bërë vullnetin e Perëndis, ai nuk i shërbeu vetes, por na shërbeu ne dhe Perëndis. Pra ne mësojmë që gëzimi në fakt është në praninë e Perëndis, por duke ju shërbyer të tjerëve dhe jo vetes. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të vazhduar bisedën në studio në lidhje me temën që jemi duke trajtuar, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni pikërisht një këngë kënduar nga Erion Çuni, Shpresë në ty. Shpresë në ty, se do të më ngreu, se në fjalën tënde i përullur i gjën shpresë.
shpres në ty, se do t'më ngreu, se në fjallën tënde i përullur i gjen shpres, kam shpres në ty, se do t'më ngreu, se në fjallën tënde i përullur i gjen shpres, kam shpres në ty, se do t'më ngreu, se në fjallën tënde i përullur i gjen shpres, kam shpres në ty, se do t'më ngreu. Shpres në ty është kënga që na rikthen në studion e programit Music Plus, kënduar nga Erion Çunit, cilin e kemi sot gjithashtu në studion e programit për të vazhduar dhe për të folur më tepër për lumturinë. Prandaj pyetja që kam në këtë moment është se çfarë roli luan besimi në përjetimin e lumturisë së përditshme edhe në periudha sfidash, edhe në periudha vështirësish, edhe për ne besimtarët. Për shkak se njerëzit kërkojnë lumturinë, në fakt shumicën e kohës janë të trembur. Por për ata që e njohin mirë Biblën, e dinë që Perëndia në fakt pothuajse për çdo ditë të jetës tonë thotë mos ke frikë. Edhe të mos pasurit frikë për jetën sjell një paqe që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Dhe kur njerëzit nuk kanë frikë, kur njerëzit kanë paqe, atëherë automatikisht edhe lumturia fillon edhe merr atë nuancën e kuptimit, nuancën e jetës, edhe ne si besimtar ndonjëherë dukemi të çuditshëm përpara njerëzve, por kjo është ajo që bën ndryshimin. Është pikërisht besimi ai që na jep neve paqen e cila na drejton neve tek lumturia. Sepse për shkak të paqes që kemi, vendosim edhe gjërat që na lumturojnë. Një njeri që nuk ka paqe, ai nuk mund të përcaktoj asnjë gjë që e lumturon, sepse është gjithkohës i stresuar, gjithkohës në ankth, gjithkohës në pikpyetje për njerëzit, për situatat, për të nesërmen. Pra besimi luan një rol të jashtëzakonshëm. Në fakt do të lexoj një varg nga Fjalët e Urta, kapitulli 16, vargu 20, dhe thot: kush i kushton fjalës do të gjejë të mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur. Shumë e bukur. Pra, nëse ne i kushtojmë kujdes fjalës së Perëndis, do të gjejmë të mirën. Po si mund ta gjejmë të mirën? Nuk gjendet e mira ai shkollaj. Sidomos në ditët që lexojmë sot, ne hapim lajmet, luftë. Çojmë te kanali tjetër korrupsion. Çojmë te kanali tjetër dikush ka bërë aksident, dikush është vrarë, sëmundje. Pra, ku mund ta gjesh të mirën? Si mund ta gjesh të mirën sot? Është e vështirë. Por besimtarët e gjejnë në fakt tek besimi i tyre tek Perëndia. Edhe një nga psalmet më të preferuara të gjithë besimtarëve që pothuajse e mësojnë edhe përmendesh, e mësojnë edhe që në mosha të vogla është Psalmi 23. Zoti është bariu im. Pra, nga kush do të kem frikë? Nuk kam frikë sepse edhe sikur të ecja në luginën e së vdekjes, nuk do të kisha frikë. Pse? Sepse Perëndia është me mua. Kështu që besimi luan një rol të jashtëzakonshëm tek njerëzit. Pra nëse njerëzit kanë besim, nëse njerëzit kanë besimin që Perëndia është me ta çdo ditë, në të mirë edhe në të keqe, në mëngjes edhe në mbrëmje, sidomos kur bie të fle. Atëherë patjetër që jeta e tyre është ndryshe. Edhe është tamam ashtu siç lexonte Fjalët e Urta, që po gjejmë kënaqësi, gjejmë gëzim, gjejmë lumturinë. A mendoni se lumturia është një zgjedhje shpirtërore dhe nga ana tjetër pyetja që kam është se si mund ta kultivojmë atë përmes marrëdhënies personale me Perëndin?
lumturia nuk është një zgjedhje shpirtërore. Në fakt, lumturia është një pasojë shpirtërore. Është një pasojë e besimit. Ti nuk mund të zgjedhësh jam i lumtur vet. Jo. Lumturia vjen në fakt sepse ti ke gjetur paqen, ke gjetur kuptimin e jetës dhe ke gjetur destinacionin përfundimtar. Atë që Pra, kam edhe më parë. ti nuk je duke kërkuar më, por ti e ke gjetur destinacionin përfundimtar dhe ke vendosur paqe dhe gjen lumturi në çdo gjë që bën, në gjëra të vogla, në gjëra të mëdha, në gjëra të rutinës apo në gjëra të jashtëzakonshme. Si mund ta kultivojmë gjithmonë edhe më tepër këtë lumturi, këtë gëzim përmes marrëdhënies me Zotin çdo ditë? Po në të gjitha vargjet që lexuam, na thuhet kushtoi kujdes fjalës Perëndis. Pra, është një marrëdhënie personale që ti e kultivon duke jetuar me disiplina shpirtërore, që janë leximi i Biblës, lutja dhe të shfaqurit e asaj që ti merr në lexim edhe në lutje. Pra, nëse Perëndia na thot këtë mëngjes, mos ke frikë. Atëherë mos dil rrugës e do thosh, po çfarë do më ndodhi mua. Por besoje vërtet atë që Perëndia është me ty, edhe ai që ka plane për ty, ai ka një të ardhme për ty. Kështu që ec me besim. Edhe Zoti në fakt zakonisht nuk na sjell atë 100 milionë me valizhe. Por ai na jep urtësi, ai na jep kthjellësi, na jep mençuri, bën që gjërat që bëjmë të kenë begati. Edhe në fund të ditës ti kthehesh në shtëpi duke pasur me të vërtet një eksperiencë pozitive. Ke pasur një marrëdhënie të mirë me kolegët, ke pasur një marrëdhënie të mirë me familjen, ke qenë produktiv në punë, nuk ke qenë gjykues, ke qenë besnik ndaj bashkëshortes tënde, ke mbajtur balancat midis familjes edhe punës. Pra, në fund të ditës, kur ti kthehesh për shkak të asaj që Perëndia të ka treguar në fjalën e tij dhe ti ke vënë në zbatim ato, atëherë kur kthehesh në shtëpinë e darkë, fillon edhe bën një bilanc. Unë gjithmonë bëj një bilanc, shtrihem edhe bëj një bilanc. Edhe si ishte sot. Ku ishte mirë, ku ishte keq. Edhe kam vënë re që zakonisht nëse me të vërtet kam pasur një nisje të mirë të ditës me Zotin, pra pak a shumë i kam përdorur disiplina shpirtërore, qoftë të kohës me Zotin në fjalë apo në lutje, shikoj që bilanci është gjithmonë pozitiv. Por ka pasur ditë për shembull që përpara Biblës edhe përpara lutjes ja kam fut me kafe, me vrap ke makina, ik me vrap, edhe pothuajse gjithë dita më ka shkuar stres i madh. Duke vrapuar. Duke vrapuar gjithandej. Si mund të ndihmojë nga ana tjetër edhe komuniteti i besimit në rritjen e ndjenjës së lumturisë, por edhe përmbushjes së një individi? Po ndihma është pasojë edhe ndihma, sepse nëse ti je afër njerëzve të cilët kanë të njëjtat qëllime si ty, kanë të njëjtën mendim për jetën, kanë të njëjtën mendim për të tjerët. Pra nëse ti je në një komunitet i cili kërkon Zotin dhe jeton jetën e vet duke përdorur disiplinat shpirtërore, atëherë patjetër, edhe në qoftë se ti je pak sot je pak i rënë, atëherë Ankela më thot një varg, më thot një fjalë të mirë, ndoshta thot a mund të lutem për ty. Pra më mban njëri tjetrin. Edhe normalisht që komuniteti është tepër i rëndësishëm. Në fakt edhe në atë që ne jetojmë në përditshmëri, jam e sigurt që qofshim besimtar ose edhe jo, përballem me sfida, me probleme nga më të ndryshme dhe ndoshta këto janë ato momentet kur ne edhe mund të dorëzohemi, edhe mund të ndihemi të rënë poshtë, sidomos dhe kur përballemi me gjëra të jashtëzakonshme në jetën tonë që mund të ndryshojnë jetën, sikurse mund të jenë herajrës dhe sëmundjet edhe sfida shumë të mëdha. Çfarë do të thoshe për këta persona që janë duke na ndjekur? Si çdo njeri tjetër, edhe ne kemi kaluar në familje edhe në rrethin tonë shoqëror sfida të tilla.
Në fakt, një nga miqtë e mi më të mirë, ai është nga Irlanda, një besimtar i jashtëzakonshëm, por që është duke përballur me një sëmundje të pashërueshme të mushkërisë. Edhe ndonjëherë ne si njerëz përpiqemi të gjejmë arsye pse, edhe ndonjëherë themi po ndoshta ka pirë duhan, ndoshta ka kështu, ndoshta ka ashtu, por në fakt ai nuk ka pirë kurrë duhan. Nuk ka abuzuar me trupin, ka pasur një jetë relativisht, do të thoshim një jetë të mirë, të shëndetshme. Por ja që po përballet me një sfidë të tillë. Ai e di që nuk ka shërim. Ai e di që vitet e jetës tij janë të shkurtëra. Edhe ndërsa ishim duke folur një ditë, ai tha në fillim kur e mora vesh kisha pyetje ndaj Zotit dhe I thash pse. Nuk kam abuzuar. Jam përpjekur të nderoj, të kam shërbyer. Pse? Duket sikur I kërkon llogari. Po, duket sikur kërkon llogari, por ndonjëherë është tepër e kuptueshme të kesh pyetje. Po, patjetër. Qëndrimi I zemrës është diçka tjetër. A është një qëndrim akuzues ndaj Perëndis, pse e lejove, apo pse nuk më shpërbleve? Sepse duket sikur I thua Zotit që shikon të kam shërbyer gjithë jetën, të kam nderuar gjithë jetën, kam bërë atë që ti ke thënë, edhe pse? Është normale. Por ky ishte një mësim që mora, në fakt, të cilin e përdor shpesh dhe ja u them edhe besimtarëve të tjerë, që në fakt të kesh pyetje është normale, por të jesh I sigurt që në një jetë me Perëndin, ato pyetje do të marrin përgjigje. Nuk mund ta kalosh kohën tënde me Zotin nëse ke pyetje dhe nuk do të marrësh përgjigje. Do t'i marrësh përgjigje. Ndoshta jo me një herë, ndoshta pak më vonë, ndoshta do të vonojmë pak më shumë, por përgjigja do të vijë. Edhe ai tha që në këto 2 vjet që jam duke përballur me trajtime, me agravimin e sëmundjes, ai tha kam kuptuar 2 gjëra tepër të rëndësishme ata. E para tha që kam kuptuar është që Zoti e përdori këtë kohë që unë të ndaja ungjillin me një nga miqtë e mi që gjithë jetës nuk e pranoi Krishtin. Por për shkak se ai pa besimin tim të palëkundur edhe në këtë sfidë, në këtë situatë, ai e pranoi Krishtin. Dhe ata janë duke u takuar çdo javë. Dhe ai është duke dishepullizuar. Ai është në momentet e fundit të jetës së tij, por ai është duke dishepullizuar. Dhe arsyeja tjetër tha që kam kuptuar është për shkak të gjërave të shumta që bëja më përpara, tha, nuk merja shumë kohë në lutje. Por tani tha kam kohë të lutem për të gjithë njerëzit. Po thuaj se gjithë dita ime tha kaloj në lutje. Pra, një njeri I cili ka vendosur Zotin prioritet të jetës tij, nuk do të thotë që është ka imunitet të plot ndaj të keqes që është në botë. Ndaj smundjes, ndaj sfidave, ndaj vështirësive. Mënyra se si ti vendos ti përballosh ato bën gjithë ndryshimin. Po, bën diferencën. Bën diferencën. Ne të gjithë do të ikim një ditë, ne mund të dalim, pengohemi te shkallët dhe jeta mbaroi. Mund bëjmë një aksident me makinë apo një sëmundje. Pra, vdekja është pjesë e jetës. Por mënyra se si ne vendosim të përballemi me këto situata është tepër e rëndësishme, edhe ndonjëherë është edhe ajo që bën dallimi midis një njeriu me besim të vërtet, një njeriu që ka gjetur tashmë pra atë lumturinë, dhe një njeriu që do të jetë gjithmonë në kërkim. Më të falenderoj për këtë rast që ndave me ne në ditën e sotme dhe besoj që historitë të tilla janë vërtet inkurajim për gjithë njerëzit që ndoshta janë duke na ndjekur dhe janë duke përballur me situata të ngjashme në jetën e tyre. Shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur tek diçka e fundit.
Zonë më ka marrë mali, s'mundem të ri pa të thënë, zonë më ka marrë mali. Si një zog pa kraj jam këtu, dua të fluturoj, dua të jem me ty. Se më ka marrë mali, zonë më ka marrë mali. Por si zogu që mali e merr për folen, dua të vi me nxitim dhe kokën ta mbështes në gjik. Se më ka marrë mali, por si zogu që mali e merr për folen, dua të vi me nxitim dhe kokën ta mbështes në gjik. Se Zot më ka marrë malli, kënduar nga Gloria Nura, shkënde që na rikthe në studion e programit Muzik Plus. Unë jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë në ditën e sotme me pastori Erion Çuni, pastori kishës Ujë Gjallë, një rrjet kishash në qytete ndryshme të Shqipërisë. Edhe mbi të gjitha jemi duke u ndalur tek lumturia, prandaj edhe në kuadër të ditës së sotme si dita ndërkombëtare e lumturisë, çfarë mesazhi do t'ju jepni njerëzve që kërkojnë paqe dhe atë gëzimin e brendshëm që për fat keq shumë njerëzve ju mungon. Paqja dhe gëzimi i brendshëm nuk janë diçka që preken. Janë diçka që ndihen. Edhe ne dim që për shkak se janë të paprekshme, nuk janë fizike, atëherë duhet të vinë nga diku tjetër. Jo nga aspekti material. Kështu që mesazhi që do t'u jepja është ndaloni pak edhe kërkoni Perëndin. Sepse nëse kërkoni Zotin, do ta gjeni. Edhe nëse do të gjeni Zotin, do të gjeni edhe atë që ju ka munguar gjithë jetën. Ne pavarësisht besimit, pavarësisht moshës, pavarësisht edukimit, pavarësisht nivelit të pasurisë apo arsimit, ne të gjithë jetojmë, shpresojmë sikur nuk do të vdesim kurrë. Dhe kjo është tepër normale, sepse Biblia na thotë që Perëndia ka vendosur përjetësinë në zemrat tona. Dhe prandaj ne jemi duke kërkuar atë në mënyra të ndryshme. Por në shumicën e rasteve kërkojmë gabim, e kërkojmë tek materiale, e kërkojmë tek pasuria, e kërkojmë tek arritjet. Por në fakt duhet të ndalemi edhe ta kërkojmë tek ai i cili na krijoi, tek Perëndia. Mos vraponi mbas çmimeve të kota, por vraponi të gjeni Perëndin. Dhe diçka të fundit, cilat janë disa praktika të thjeshta shpirtërore që mund të na ndihmojnë? Pse jo të jemi të lumtur çdo ditë, të kemi këto doza të gëzimit edhe të paqes. Nuk mendoj që ka njeri që jeton çdo ditë me lumturi të plot. Por ne mund të përpiqemi të gjejmë lumturi të vogla edhe të mëdha çdo ditë të jetës tonë. Edhe patjetër që si pastor të gjithëve do t'ju inkurajoja të kërkoni të vërtetën dhe vërteta gjendet tek fjala e Perëndisë. Lexoni fjalën e Perëndisë, njiheni fjalën e Perëndisë, bëheni pjesë të jetës tuaj, të karakterit tuaj, të ëndrave tuaja. Edhe do të shikoni që ndërsa ju i jepni vetes tuaj formën e fjalës së Perëndisë, atë fjalë që na krijoi, atëherë edhe gjithë të tjerat, siç thot Bibla, do t'ju jepen, pra do t'i keni lumturitë e vogla, të mëdhaja. Por e vetmja mënyrë është duke njohur fjalën e Perëndisë. Pastor Erion, unë të falenderoj që ishe sot në programin Muzik Plus për gjithçka që ke ndarë me dëgjuesit tanë. Ishte një bisedë vërtet shumë e veçantë edhe mbi gjitha e vlerësoj për gjithçka që ndave, sepse për gjatë bisedës sot je fokusuar jo vetëm tek ata që
e njohin, e besojnë fjalën e Perëndisë dhe janë besimtar por mbi gjitha edhe tek gjithë të tjerët për të gjetur edhe për të përjetuar atë paqen edhe gëzimin e brendshëm, cilin mund ta gjejmë vetëm tek Perëndia, sikurse ju e thatë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Unë të uroj një ditë mbarë në vazhdim, ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio, por do të vazhdojmë me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus edhe në vazhdim. Në këto momente ju ftoj të ndiqni këngën I humbur pa ty kënduar nga Erion Çuni.